tash për momentin që një njeri me ndajt në telefon një orë në TikTok është diçka shumë normale. Si kohë, është shumë normale. Nuk e vren që shkoj një orë. Nuk e vren fare, edhe faktikisht tash ju është bërë njerëzve shumë lehtë kur thush prit vetëm e hap telefonin edhe pret më lehtë. Apo kupton se kalon koha shpejt. E tash paramendo sa kemi njerëz që ndoshta hupin kohë me orë të tëra gjatë ditës dhe preokupime shumë të panevojshme edhe dytësore, tretësore në jetën e tij të përditshme, këto e bëjnë që ai ndoshta t'i lej ana shumë nga gjërat dobishme për të, e në rand parë edhe të ketë një lloj kontinuiteti edhe në përkushtimin ndaj Zotit Madhërisht. Pra, shpërqendrimi është problematik në këtë situatë. Pra, luhatja, shpërqendrimi dhe këto rrethonat ose faktori social, obligimet dhe mos radhitja prioriteteve ashtu si duhet.